Tani, në momentin kur Zoti Berisha ishte përgatitur që të festonte në datën 12 si pranverën e dytë, dhe doli e festoi siç e thatë ju në pjesën e paradites prapë si kryetari i opozitës. Natyrisht kjo nuk e lë të qetë dhe do të duhen që ta demontojnë dhe ose ta delegitimojnë procesin. Por nuk ka arsye që këto zgjedhje, mendoj unë, për këto zgjedhje të pretendojë të anulimi. Ajo që ne mësuam nga këto zgjedhje është që shqiptarët përfundimisht na dhanë të kuptojmë që Shqipëria është bipolare, është vetëm bipolare. Domethënë shqiptarët janë o me PD-n o me PS-n. Pjesa tjetër pastaj modeli amerikan. Modeli amerikan, po dhe ka filluar tani që edhe në Evropë pak a shumë të konfigurohen maksimumi deri në 3 blloqe në vendet me demokraci më të zhvilluar, por ama si blloqe dhe jo si parti. Muhodhe ndek tjetër. Jo, prape kalove të institutit e Rama. Kalove te Rama, po. Rrim te rregull është me strategjinë, është rregull. Është rregull me strategjinë. Thash që nuk ka arsye për të kërkuar delegitimimin, pavarësisht tash një mijë arsyeve të brendshme që ata mund të kenë, por doktori tek e fundit i fituar doli nga këto zgjedhje, nuk doli humbur. Ja ta mbaroj fjalinë. Doli i fituar nga këto zgjedhje doktori sepse atë që donte e mori, domethënë u bë kryetari i opozitës, prapë konfirmua aty. Familjen e tij e mbrojtje garanton se po ta arrestojnë ai e përmendi sot në deklaratën e shtypit që i foli Freudit dhe atij. Në deklaratën e shtypit se më kritikojnë mua dhe më thonë që unë dhe doktori kemi shumë pikat përbashkët. E vërtetë është. Po. Doktorit i foli Freudit dhe tha që janë arrestuar kryetarët e opozitës ta dhe duke që u konsoliduar si në pozicionin e kryetarit të opozitës, mendon se i ka dhënë vetes një imunitet sepse ka dhe hallet e veta, është gjyqi, janë hetimet e kështu me radhë. Pra, këto janë kërkesa që do fashiten. Dhe po dojë të bëj strategji numër 2, që është protesta, bllokimi, të paktën në rrugë të se bën, sepse nuk e djeg do të më njëri nga mbrapa, janë lodhur, janë shkrehur demokratët, janë mërzitur, janë thyer dhe kanë kuptuar që deri tani kanë bërë luftën e një individi dhe nuk kanë bërë luftën e halleve dhe problemeve të tyre. Halli doktorit nuk është halli demokratëve dhe këta e kuptuan qartazin pas këtyre zgjedhjeve dhe unë mendoj që gjëja më e mirë që mund të bëjnë demokratët në rast se Berisha nuk e zbaton nenën e statutit që pas zgjedhjeve ai që humbet zgjedhjet të japi dorëheqjen, ata duhet ta braktisin Berishën. Ata duhet ta braktisin. Kush ka mendje duhet ta braktisin me qëllim që ta lër vetëm sepse ai këtë rrugë ka zgjedhur. Vetëm Zoti e ndalon partinë numerative. Vetëm Zoti. Ai atë duhet t'u afrojë demokratëve, siç i mlodhin foltore, të vejtim mbledhi prapë dhe të thotë atyre që ju nuk më hiqni dot, mua më heq vetëm Zoti, sepse demokratëve ju dha fjalën. Ju tha në rast se u mbas zgjedhjet, unë largohem. Tani ai do të kërkojë të mos i njohë zgjedhjet me qëllim të justifikojë mos largimin, mos dorëheqjen. Unë them që nuk duhet largohet doktori, po duhet largohen ata. Dhe ajo gjithmonë provokues, po mund t'jap edhe unë një opinion që ma ezauroi në një farë mënyrë zoti Beko, megjithatë ju duhet kishit pasur një par condition për kohën që kisha dhënë dhe unë një argument. Nuk jam për par condition, unë jam për argumente. Ai beson që gjërimi deri që kemi ne. Unë besoj që sfida e Berishës është sfida e non gratës, është sfida me Skapin, që e quhen ai me Spakun, dhe sigurisht këtu konvergojnë disa interesa dhe me pushtetin e konfirmuar, se që duke thënë 3, po nuk është i ri, mund të ketë qeveri 3, po pushteti është i njëjtë. Pse? E para njerë, Berisha u garantua ligjërisht dhe politikisht nëpërmjet votës si kryetari i Partisë Demokratike. Domethënë me vull, pa vull, si ta duash ti, është drejtuesi i 51 mandateve deri tash të paktën, 52 u bën tash, mund të bëhen 53 apo 50, kjo s'ka rëndësi, dhe kjo do t'i shkonte strategjisë të tij për t'u përballur me Spakun, dhe sigurisht duke kujtuar këtu për gjithë ju dhe besoj edhe në këtë studio është përmendur që edhe Rama ka një qasje kritike ndaj Spakut, sepse edhe Spaku ka nevojë për një check and balance, sepse Spaku nuk ka asnjë kontroll të drejtë për drejtë për ta kufizuar kur shkel apo nuk e shkel sensin e masën në konceptin juridik, politik apo penal. Kështu që unë besoj që do të ketë i gjitha këto llogari i ka bërë Berisha, po i bën,
dhe nuk do të ketë mosnjohje të zgjedhjeve. Do të ketë kritika, mund të ketë edhe një protestë, po zgjedhjet do të njihen dhe Partia Demokratike do të jetë në parlamentin tjetër për të bërë këto betejë që Zoti Beko e tha qartë, sipas ne kemi thënë disa herë, që Partia Demokratike është Berisha dhe Berisha është Partia Demokratike. E ta sot, Zoti tha e ndalon Partinë Demokratike, një ditë përpara tha Zoti ndalon Sali Berishën, i unifikoi. I foli Freudi, i unifikoi të dyja, po në fakt ne e dinim. Lami, 15 maj, gjyqin e Berishës, 16 maj, Samiti BE-s. 2015 Sokol, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025 na thonë çfarë? Ka shtëruar, na kanë shtëruar idet ke Partia Demokratike. Por kanë mjaftuar idet për të qenë partia e parë në opozitë. Aty, edhe mbas 25-s, nuk ndodh asgjë. Sepse aty është bllokuar ideja, është bllokuar lëvizja, është bllokuar vizioni, është bllokuar strategjia, është bllokuar taktika, është bllokuar PR-i, është bllokuar marrëdhënia dhe nuk ka ndodhur një moment caktuar, por ka rreth 13 vite që ka ngrirë aty situata. Thjesht hecën kohë, si me ironi dhe cinizëm që e tha aty, por aty asgjë s'lëviz. Edhe riciklimi i tezave nëpër studio. Gjave tani si Edi Rama. Edhe në riciklimi i tezave. Se lajtot këneta. Edhe ai riciklimi i studio, edhe ai riciklimi i tezave që po dëgjoj këto 2 ditë nëpër studio, ndjej një pështërsillik sepse do të na shoqëroj në 2 javë të vazhdim me të njëjtën skenar mbrojtje të humbjes të 2017-s, 2019-s, 2021-shit, 2023-shit, 2025-s, sepse nuk guxon askush të shoh brenda. Dorian Gray e kemi parë gjithë. Asnjë s'kupton që duket i ri në dukje, por është kalbur së brendshmi. Dhe por nuk rinove së brendshmi, nuk dukesh interesant së jashtmi. Ajo parti është kalbur së brendshmi. Ka ndodhur ajo çfarë është psikoze Dorian Gray. Duket interesant nga jashtë, por është e kalbur brenda. Sepse asnjë nuk guxon ta shikojë brenda ç'po ndodh. Po dhe nga jashtë është shumë interesant. Edhe po pra. Dhe dakor. Dhe për sa kohë mungon për mua ky guxim për ta parë gjë nga brenda dhe për ta parë problemin gjithmonë jashtë. Brenda dhe nga jashtë, prandaj thotë. Okej, dakor. Dhe dakor. Jo, me ajo që krahasimi sinqerisht krahasimi qëndron krahasimi. Unë ndoshta u tregova më shumë cinik se sa krahasimi juaj që më real, por unë u tregova pak, shiko, se u shoh frokun dhe kujtojmë për shumë gjëra në të shkuarën tani. Por Sali Berisha nuk se mos duket froku si pasqyrë. Se sigurisht do duket vetë ai bukur pastaj si Dorian Gray. Po pse nuk është çudi, ë? Nuk është i bukur. Frokun edhe unë e kujtoj. Nuk t'japin dot opinion çupi jenë tavolinë nga buar. Kjo që do them tani është vërtet më erdhi kështu tani në këtë moment ku po fliste Landi. Sali Berisha deri në momentin që s'kish marrë grupin parlamentar ishte në parapolitik. Do e thënë, operonte në rrugë, nuk ishte në institucion, se qaste njeri në komisione e tjerë. Mori grupin parlamentar u fut në politik. Mirë, po prapë dhe në politik, ai nuk rritet dot brenda. Se ai është mësuar që veprimtarinë e tij, habitatin e tij e ka në parapolitik. Pra, jepi jo 52, po jepi 68, 69 deputet Berishës, ai prapë do iki prej kësaj, do shkoj te Balta. Do shkoj në rrugë sepse është mësuar me parapolitik, nuk jeton dot ai në politik. Në politik ai përsërit veten, bën batutën, por nuk i shkon kjo. Ai do të ndeshjet, do të përleshet, do të bllokojë rrugën, do të ndezi zjarre, do të ulrasi, do ta presin me brohërima, me borri. Aty ndihet mirë ai, duhet të thënë. Kurse ai ka qenë president, kryeministër, po ka qenë, po dhe kur ishte prapë operonte, jo nuk e mori. Ka një drejt, se duket si u bëjmë një kështu. Ide ka një drejt Orlando atë sepse po ta shikosh në të shkuarën, ti kthesh brapa shkuarës që ka qenë president në një kohë fenomenale për të dhe për Shqipërinë. Klas 92, 95. Rikthimi i tij i fortë, interesant në 2005-ën. Hiqet i Gërdecin me janë deri diku, pra ta lëm me janë Gërdecin, pra deri në 2008-ën ishte një vit ku ekonomia u temi u ringrit, u mlodhën taksat, u bën investime publike, u ndaluan. Është ai varianti që ti s'mlem u ta mbaroj si fjalin, po se sa të shtatatohet që edhe krimi u godit në disa prej bandave kryesore atëherë.
e ka të përplasja, po nuk jeri u përplas me grekët, pastaj u përplas me amerikanët, pastaj u përplas me veten, pastaj u përplas i Gërdecin, pastaj u përplas me opozitën. Pra, doktori ka shef të qytetojë përmes eposit. Pra, eposi është i burë kur e lezon, kur e jeton, nuk e di. Filloj dhe Ramat, më falë Koli, filloj dhe Ramat e emiton dhe se... Dilte Ramat e dire. Jo, po një minutë, do jemi në... është çeke balans dhe diskutimi. Po, patjetër më tjerë. Dhe Rama filloj dhe emiton dhe zjerë dhe i nërko, kupton? Mirë, flasë në kur ishte në opozit. Kur ishte në opozit. Po nuk ja cënojnë fare fitoren, Rama s'pe këtë i do themi. Edhe Rama, kur ishte fitoj dhe emiton dhe doktorin, me ato hapni kutit ose largohu, aji çështja e atit, çështja e Fierit, me atë kryetarin e qarkut që blokoj, vinin ata në Europa dhe i lusin, më aman, votoni këto 3 ligjet, se jemi gati t'ju qelim negociatat e tjera. Qoj vrau njerëzit me 20 janar. Aje qoj këj vrau e këshu vajti këmë i vrau Rama to me 20 janar. Aje qoj këj vrau edhe këshu këmë abet. Por ajo që doja thoja të Berisha e kam fjallë në opozit. Ajde, Roland, ajde, do fokusohesh apo jo? Ja ma aty jam, po ti se ngele prap, nuk të do për doja Roland, kanë zjerë jashtë, ko dhe ke. Rri më mirë se i shko më mirë kësaj Tureze, nuk të do për doja. Ke mendim, ti mendoj që u kam problem se ke mendim. Ti mendoj që u kam në të dim që sa t'je Sali Berisha aty, jo e ke aty e ke doktore. Garantoj për këtë gjë. Mos u merr me doktore. Dhe i qetë fare. Para aq kohë sa të jetë Sali Berisha aty, edhe unë ja kam lënë zotin. Edhe unë ja kam lënë zotin në dorë. Shiko, ai ka zotin. Rrugët për këtë zoti janë pa limite. Ai ka zotin. Ti ke kolball. Një minutë. Jo, Koli. Ne ta marroj fjalën, të lutem. Ai ka zotin, po dhe unë ja kam lënë zotin në dorë. Pse? Në raportin tim personal me Sali Berishën ja kam lënë zotin. Politike? Politike. Në marrëdhënie personale ja kam lënë atij. Politikë shë. Si thaj, pse shave në anën politikës, pse vuta në burg politikës. Ta mbyll argumentin. Pse thash këtë? Argumenti im që ky, që Berisha edhe kur është që jepet shansi për të bërë politik, del nga politika, shkon në para politik. Edhe ai sot me këtë grup... Nuk e di pse e shion atë, se kam kuptuar. Pra kjo e shion. Dhe kur është në opozit sidomos, dhe ai me këtë grup parlamentar që ka, do të blokoj përsëri parlamentin, se në rrugë nuk del dot mos se si shkon më njëri lan mbrapa. Po në parlament do t'i marri këta dhe do të thotë ju dhash mandatin, ju vura listë të sigurt, po ka ca viruni nga muret, ngjituni nga dritaret, hidni plakadan, kërcena të valle? Blokoni foltoren. Kjo është historia, nuk ka histori tjetër, nuk ndryshon Robin në 81 vjeç, më vjen keq. 15 maj gjyqi ndaj Berishës. 16 maj samiti BE-s. Duket sikur janë bërë me dorë, me thënë vërtetën, sikur janë ndërtuar ashtu për të dëshmuar. Po 15 maj mund tjetë dita kur do të dorëzoj Berishën në gjykatë dhe Berisha do të shkoj të përgjigjet dhe jo të përgjigjet, po do të dënohet me siguri gjatë kësaj kohë se në marrin parasysh që Berisha politikan. Berisha është e politikan për është i burgosur, është i pandehur. I hetuar. Jo, i pandehur. Pandehur. Është i pandehur, ka një titull i pandehur dhe saktohet me 15 është sansa paraprake, gjykohet, do shkojnë gjukatë dhe me sigurisht shkojnë gjukatë, se ndryshe shembet sistemi të rrezikshëm. Kështu që ka një lidhje shumë të fuqishme midis asaj që e thoni ju në mënyrë simbolike vërtet, midis asaj që çfarë do bëj. Ti e pash kalendarin. Po pikërisht, është shumë interesant. Dhe çfarë do bëj Berisha dhe çfarë do bëj perspektiva europiane e Shqipërisë. Sali Berisha i ka djegur gjitha situatat, ka ardhur në fund rrugës. Nuk është në gjendje as të thotë që nuk e njoh zgjedhjet, nuk është në gjendje as të nxjerrë njerëz në rrugë, madje nuk e di sa në gjendje do të jetë për të marrë disa njerëz kur të shkojnë në burg, kur shkojnë te gjyqi ke Spaku. Ky është problemi. Pse? Sepse ka ra, si thuash, pretendimi ti po e quajmë kauzë personale, familjare, ajo që më penguan pa do isha kryeministër. Më penguan, po do isha fitimtar. E thamë sot, shqyqy që nëzorën nga rresi shqiptar. E dyta, u vërtetua se është asgjë. Do me thënë, nuk ka vlerë për politikën shqiptare. Po ajo është farë shumë rëndësishme, Sokol, dhe që duhet të mbajmë shumë mirë parasysh, Sali Berisha nuk mundet më, sepse nuk është domen vetëm i Berishës ose i qeverisë shqiptare, kjo që të mos njohë zgjedhje, sepse është çështje e stabilitetit. Lidhet përsëri me atë që bëri krahasimin midis 15 dhe 16. Çështja e pranimit ose zgjedhje është çështja e stabilitetit të vendit. Dhe stabiliteti i vendit nuk është vetëm problem i Shqipërisë. Stabiliteti i vendit është dhe problem i Europës. Stabiliteti i vendit është dhe problem i balancave midis lindje perëndimit.
në fundit dhe midis Shqipërisë dhe midis Europës dhe kontinentit tjetër. Kështu që kjo nuk ndodh, nuk mund ndodh. Ajo çfarë ka një fatkeq shumë të madh Sali Berisha, se i ka djeg gjitha kartat dhe tani vjen e gjithë, nëse ka forca fuqisë destabilizuese Sali Berisha, vinë në fillim të mandatit të maggjorancës. Në fillim të mandatit, maggjoranca të merë përshqelma për jashtë, më falë se po flasë si Josefina, po të veprangat të nxjerr nga... Përgjellesh. Të merë përgjellesh e Josefinës dhe të qonë atje në fund të bulevardit, sepse nuk pranon më që ti të imponohesh me zhurma, me zjarre e tjere tjere. Vendi po shkon drejt Bashkimit Evropian dhe Bashkimi Evropian e di shumë qartë se në Shqipëri është një Sali Berisha. Madje është dhe non grata në Britani, është dhe i parashikuar si non grata në Europë, është non grata në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë mënyrë nuk pëson maggjoranca, nuk pëson vendi për shkak të lëvizjeve destabilizuese të Sali Berishit. Pëson Sali Berisha. Kështu që në gjitha rrethanat, për fat të mirë, ne nuk e kemi në përkëm më Sali Berishën gjatë tyre 4 vjetë. Koli, për një moment, mund të me falant, se ndryva, për një moment, le ta imagjinojmë pak shu, edhe me non-gratën, edhe të britanikëve dhe të amerikanëve, nëse do duhet që të jemi pozitiv në analizën për të, do e thënë, në kuptimin që mos duke si kur kemi tendencë një minutë. Kote ke? Jo, bravo. Bo realist. Kote kam po do ta them. Kote ke? Do me thënë, ai kishte nevoj për kontrastin. Kontrastin nuk e bëri dot. Kontrastin në radhë parë duhet ta bënte me vetveten dhe nuk e bëri dot. Që në momentin e parë që u kthye sepse idetë jodhin në foltore dhe me këto ide joshi demokratë se e kuptoi çfarë donin ata. Ata donin demokraci të brendshme, donin një parti demokratike të, le të themi, ku të vendose antarësia, mos vendose kryetari, jo një parti të kryetarit, por një parti të gjithë, do me thënë me regula të qarta, të respektonte statutin e tjerë. Kjo të respektoj meritokracia dhe jo nepotizmi, apo krajinarizmi, apo tribalizmi atje në parti. Me këto joshi Sali Berisha se e kuptoj ç'donin ata në atë moment, krize. Dhe ata i dhanë besimin. Ky, gjë e parë që bëri, vrau besimin e tyre. Dhe me këtë pretendonte, do e thënë duke përsëritur vetveten, Berishën që kur nuk e mban fjalën në raport me elektoratin, por ata i shikojnë gjithmonë si njerëz që kanë për detyrë të shërbejnë, nuk e bëri kontrastin, përsëriti vetveten dhe përfundimisht arriti në këtë rezultat. Nuk ja ka askush fajin për rezultatin që ka marrë. Nëse Partia Socialiste ishte më organizuar dhe ka punuar me patronazhistët, ka bërë detyrën siç e ka bërë dhe Partia Demokratike kur ka qenë organizuar. Si që kemi bërë të gjithë ne, më falë që... Landet në mbrejsh, më të dhe... Pra, një sekundë, se kështë... Nëse është përdorur administrata publike... Ajo është keli ligjore. Ajo është keli ligjore, por patronazhistët, për aktivistët e partisë, janë drejt në tyre të bëjnë evidencat me listën e zgjedhësve e tjerë. Më falë frok, Berisha nuk e bëri këtë se ishte i zënë me revolucionin permanent, me mosbindje civile e tjerë. Dhe hoqi dorë me spaku, me djegën e parlamentit, çfarë ishin ato? Hallet e tij, të gjitha ato i hoqën vëmendjen nga punët normale që duhet bëjë një parti politike në kohën e fushatës zgjedhore, të para fushatës zgjedhore dhe më përpara akoma se sa fushata. E mbytet e ky luli. E mbytet e ky luli se i mori strukturën. Shiko, jemi në kohë. Urdhëro? Pra fol. Se mbytet luli, i mori strukturën apo jo? Urdhëroni? Po ti më tira ka thënë të studio. Ti la ka thënë të studio. Urno. Landi, që jemi në kohë zgjedhësh dhe është vendi për ta thënë. Shikon, në kohën kur vinë zgjedhjet, kur vjen produkti i politikës, askush nuk do me ditë se sa lejon zërin e lirë ti në parti. Dhe se kës zgjedh, kës dëgjon, e tjere tjere. Dhe se çfarë demokracie ke ti në parti. Këto janë disa punë që mbyllen brenda partisë dhe partit vdesin totalisht në kohën kur formohet zgjedhjet. Kështu që e gjitha çfarë po paguan Partia Demokratike dhe e gjitha çfarë po arrin Partia Socialiste është kontributi në qytetari, është kontributi për vendin, është kontributi për njerëzit, është perspektiva, është vizioni. Këta i thonë Edi Ramës, po s'ke bërë kongresin, ke bërë kongresin, çfarë më duhet kongresin? As pikën e rëndësisë. Pak dhe Rama është sinqert. Po jo si doktore dhe, po mërzitën ata të primarë. Dhe Rama të qonë... Rama ma tha mua në intervist ditë në mërkurta,
unë jam kundër parimit primarëve, nuk funksionon. Nuk funksionon ta dhe në shumë vende perëndimore, përveç Amerikës dhe Anglisë, nuk kundërshtohet. Pra është i sinqert që ndrimet e primarët nuk bëjnë se funksionojnë. Ky është një detachment, partia është një detachment që krijon gjëra të mira që ha perspektiva për vend. Prandaj u bëra parantezën në kohën para fushatës. Prandaj bëra parantezën. Se Partia Socialiste si parti, thonë këta pse njëshin Partinë Socialiste, po do mos që do ketë njësh, se pa njësh nuk ka gjikundin në këtë jetë as kund. Por ky njëshi, bashkë me të tjerë që nuk na vjen na thotë ne, ka përgatitur Shqipërinë si një paket që e kështafër për Bashkimin Evropian, gjëja më rëndësishme, më e madhja botës që ka ndodhur me shqiptar, ka bërgati një paket turizmi që i sjell vendit 3-4 miliard euro në vit, ka bërgati një projekt që ndërsa këta zihen në Partinë Demokratike, ai inauguron aeroportin në Vlorë, çfarë është i katërt i aeroporti i Shqipërisë. Ka bërë projektin që ndërton Hekurudhen deri në Nish. Ka bërë projektin që ka ndërtuar gjitha rrugët, ka bërë projektin që ka ngritur sa i ka 400-500 shkolla që në vitet 1992 deri në 94 Saliu i dogji 700 shkolla. Dhe njerëzit shohin, njerëzit kanë sy, njerëzit kanë ndërgjegjje, partia është për të bërë shtetin, dhe pas i bërë shtetin, partia nuk ekziston më, nuk i duhet kujt më gjë. Më dëgjove, s'më dëgjove ti. Do të thotë që këta nuk kanë pakt me publikun, se vim dhe këtë partit e reja, këta partit e reja nuk kanë impakt me publikun. Po, lajmi fundit Lapa i humbe dhe Sarandën. Mendoja, të thash, atje ku e shoh, është afru shumë Sarandë, prandaj nuk e kanë votuar, sepse e kanë njohur që është. Dy elementë në funksion të kësaj çfarë thot Froku. Ne këtu në studio diskutuam Melonin edhe Trump si dy konservatorë të cilët i folën njëra Italisë, tjetra Amerikës. Dhe Partia Demokratike që presupozohej që do ishte një parti konservatore, çfarë deklaronte, na rezulton. Referuar matjeve në sondazhe të tjera dhe në sondazhin në këtë studio, grup çështje që shqetësonin elektoratin në Shqipëri janë kostot e larta, çmimet e larta, pensioni, papunësia dhe kriza ekonomike. Këto janë elementet që shqetësojnë njerëzit, të kryetemat. Më është dashur të analizoj. Dhe thoshte profesori italian që janë tema që ka edhe një qytetar evropian, shqetësime që ka një qytetar evropian. Kudo. Pra, këto janë grup temat që shqetësojnë njerëzit. Dhe unë më është dashur të analizoj ligjërimin në Partinë Demokratike për të kuptuar çfarë ka prioritet Partia Demokratike në 4 vite. Më rezulton në analizat e mia që u kam parë në ligjërim flas. 1 vit e gjys është marrë me rrezikun anglo-amerikan, me non-gradën. Rreth 1 vit e gjys është marrë me spaku apo skapi rreziku i demokracisë i drejtësisë në Shqipëri. Vanitetet janë dy prioritete. Jo, nëse po nuk janë shqetësime që i duket që i kanë qytetarë. Po pra këto po duhet. Ka lidhje qytetare me to. Pra, po dua të them, pra shqetësimet dhe problemet e kryetarit ju mbi vendosën partisë dhe u krijuar një regjistër i dislarguar nga shqetësimet e njerëzve. Dhe nuk mund të pretendosh në një muaj fushat të japish prioritet ekonomisë dhe ajo të ngjisë ke njerëzit. Pra, fokusi i Partisë Demokratike nuk ka qenë tek qytetari. Ndryshe nga Meloni, ndryshe nga Trump, që kanë folur për qytetarin, nuk kanë folur për agjendat e tyre personale. Dhe nëse ti ja le një mujorshi të fushatës flasit për agjendën e qytetarëve, ajo nuk ngjit, se e para nuk është kohë që merret dhe thithet mesazhi shpejt. Koha hec shumë shpejt, mbi vendosen mesazhe se hyn dhe aktorë të tjerë dhe bëhesh edhe i pabesueshëm. Kështu që në këtë kuptim, gjithë strategjia vizionare e Partisë Demokratike në justifikimin e programit, po është e vërtetë që paraqit një program në fushat, po nuk mjafton, nëse nuk e zgjat strategjinë në 4 vite për ta targetuar atë. Kurse qeveria, duam ne, i flet bilanci, je dakord me të dhënat janë aty. Dhe nuk ka sforca të tregojë ty se çfarë ka bërë, se ke rezultatin përballë. Nuk bie dakord me të, shkon ke kundërshtari, ndërsa ti si kundërshtar i detyruar të ofrosh dhe të jesh joshës në alternativën që ofron. Për mua, në matjet, në analizat që bëj unë, Partia Demokratike nuk ka pas aks
për t'ju folur qytetarëve, ka pas aks për t'i folur hallëve të kryetarit. Dhe kjo është dhe kriza që ka Partia Demokratike. Kjo u kuptua dhe u lexuam me votë. Flasim pak se ne merremi zakonisht me ndryshimet e qeverisë, por jam shumë kurioz për shembull tani pasi marrin ato protestat madhështore, ta rrëzojmë qeverinë shtacionare etj. Kur të rifutemi si gjithmonë, se skenarin e dim, e di dhe LGBT-a tani, edhe se çfarë do ndodhi me opozitën në javët në vazhdim. Po le të themi kur të kthehen në kuvend, jam shumë kurioz për dy pozicione. Kush do të jetë në kryetari i kuvendit propozuar nga Aleanca Madhështore dhe kush do të jetë kryetari i grupit parlamentar? Intriguese është sepse konkurenca e ngjashmeve është shumë e madhe. A do të jetë Gjek Marka në kryetari i kuvendit? Pra, dhe unë po të përgjigjem. A do të jetë kryetari i grupit Zoti Bardhi? Pra, a do të jetë në kryetari i kuvendit? Unë po të përgjigjem, pra. Albana Vokshi apo do të rikthehet Jozefinë Topalli? Për zgjedhja e kandidatëve që Zoti Berisha i vendosin në listën e sigurt, ngjajnë aq shumë me njëri tjetrin Sokol, sa e ketë vështirë të gjesh një të ndryshëm. Kështu që do thoja, për te emri që ne mund të përzgjedhim këtu, arketipja ti personi... Mos na e ndërpritën, se kjo është shumë e burë, ta intrigoj. Se me intrigë, dhe unë me intrigë po ta kthej dhe unë. Pra, arketipi që ka zgjedh në listë të sigurt... Po që intrigë këtu, kushdo që tjetër është një lloj, thua. Pavarësisht gjinisë, moshës, pamjes, flokëve, është në ADN të ngjashëm një lloj klonimi që ka psuar brenda Partisë Demokratike. Pra, dua të them nuk ka... Pra, më në fund të bashkuar në diversitet do funksionojë. Të ngjashëm. Do funksionojë. Besoj se se është pyetje shumë e lezetshme për një gazetar shumë interesant. Po, të holl patjetër. Unë besoj se ose njërin pozitë, ose tjetrën do ta mbaj vetë Saliu. Për arsye se doktorit i takon të hapi kuvendin, ëh? Po, edhe të hap kuvendin dhe të jetë nën kryetar kuvendit. Dhe unë besoj se do t'jetë nën kryetari i kuvendit. Të siguroj edhe më shumë imunitet do jetë. Po për të krijuar imunitet dhe për të krijuar zhurmë në përbot që nën kryetari i kuvendit po quhet në burg. Lideri i opozitës dhe nën kryetari i kuvendit. Njërin e ka zgjidhur, nëse tjetrën po duhet ta votojë edhe pala tjetër. Duhet ta votojë edhe pala tjetër. Pala tjetër e voton se për humor do pala tjetër. Pala tjetër do të bëj humor, se të mos e kanë favor. Se po e shkojmë intrigës dhe e kanë favor, nuk e kanë disfavor, patjetër. Unë shpresova shumë do kthehet sa Topalli. Po ma dogje Topalli nuk e besoni, se mund të atëherë të kam treguar unë që më tha sepse po mos i tregojmë gjitha këtu. Po, unë besoj që Sali Berisha do ta kontrolloj Partinë Demokratike me secilin që të bëj atje dhe me një telefon të gjithë ata që do jenë atje do bëjnë çfarë thotë ai. Pra nuk ka rëndësi pozicioni do e japi Topallit apo Gjek Markaj. Sepse me thënë drejtën Gjek Markan e kemi çik më për zemër se vjen nga unë kam folur për vetë. Flas titull personal. Që do na vinte mirë sikur të kishte një pozicion që e kishte dhe ta rikthente. Se merr Gjinxhoni dhe ato. Të gjithë ishin në vallën e Berishës, jo Tropojës, kështu që kjo sigurisht ai ishte testi, ëh? Sigurisht kjo le një shije jo të mirë, po kjo është politika. Megjithëse ju bët pyetjen a do të njohë apo do të njohë Berisha zgjedhjet, për mua pak rëndësi ka kjo. Për mua rëndësi ka, po që se faktori ndërkombëtar i njeh zgjedhjet një dhe shumica e qytetarëve shqiptarë, atyre që janë shumicë votuese, edhe ata i njohin zgjedhjet. Qëndrimi i opozitës pastaj është politik dhe nuk është realist. Kështu që i njeh apo si njeh Berisha pak rëndësi ka edhe kur i kanë njohur ndërkombëtarët, ai prapë si ka njohur, ka bojkotuar parlamentin, ka dalë, kur ka rudit e rrogave kanë shkuar prapë në parlament, pastaj prapë kanë dalë, pastaj do gjendë dhe mandatet. E tjera, kjo është një mandatet i dogja i shoku jot. Për mua ky e ka marrë vetë për sipër. Ai zbatoi rrugën, ai zbatoi urdhrin. Shiko, ai zbatoi urdhrin. Shoku jot i frogut i dogja. Siç e ka thënë Shiraku, je décide, il exécute. Unë vendos, Sarkozy ekzekuton. Ti e flisket e përgjithshëm si doktori. Publicitet, dhe rikthehemi pas pak. Frankofone.